Në qytetin e Maliqit, fëmijët e shkollave dhanë një atmosferë të veçantë festive për ditët e nëntorit, duke marshuar në një paradë simbolike të veshur me ngjyrat kuqezi. Të organizuar në mënyrë të rregull dhe plot emocion, nxënësit mbajtën në duar flamuj kombëtar duke përcjellë mesazhin e krenarisë dhe bashkimit. Është një aktivitet midis dy shkollave, shkollës Muharrem Vezit Liboniku dhe Agimi Maliq, në kuadër të festave të nëntorit, një paradë kuqezi për të edukuar te fëmijët dhe te brezat e rinj atë dashurin për flamurin edhe për sakrificën që kanë bërë të parët tanë që ne sot e gëzojmë. Një aktivitet i bukur që u shkëmbyen midis dy shkollave me disa dhurata simbolike në kuadër të këtyre festave dhe me këtë paradë në të dyja zonat e Maliqit, Libonik edhe në Maliq. Parada u prit me entuziazëm nga qytetarët, të cilët u mlodhën përgjatë rrugës kryesore për të duartrokitur fëmijët dhe për të ndarë me ta atmosferën patriotike që karakterizon këtë periudhë. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të programit festiv të Bashkisë Maliq, që synon të forcojë ndjenjën e identitetit kombëtar te brezi i ri dhe të promovojë vlerat historike të vendit.